A ke ndjenë ndonjëherë sikur po mbëdesh, por askush nuk e vren? Ankthi është i padukshëm, por dhimbja që sjell është reale. Edhe unë kam qenë aty, i humbur, i vetmuar, duke kërkuar një dritë në errësirë. Më kujtohet kur të gjithë shokët, shoqet dhe familjarët e mi shkolloheshin, martoheshin, krijonin familje, ndërsa unë isha i vetmuar. Ndjesha sikur askush nuk më donte dhe isha i kapluar aq shumë nga ankthi sa që shkova te mjeku i shtëpisë për të bërë analizat sepse mendoja se isha me kancer. Prandaj ju kuptoj shumë mirë të gjithë ju që përballeni me ankth në forma të ndryshme, që ndjeni të kufizuar dhe të burgosur nga frika. Pikërisht për këtë arsye duhet ta lexoni librin tim, Formula e lirisë, limit nga ankthi, dhe ta kuptoni fuqinë tuaj njerëzore për të dalë nga ai ferr që e keni vetë krijuar në mendjen tuaj. Mos hezitoni, porositni tani dhe bëni hapin e parë drejt një jete më të lirë, më të qetë dhe më të plotë. Ju falemnderit dhe miru.